Në Ohër mbajt sot takimi Kurti Vučić me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë të BE. Në Tryezë është aneksi i zbatimit të planit evropian për normalizimin e marrëdhënieve dypalçe. ABC News siguron dokumentin me 8 pika që diskutohet. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë kanë pranuar në parim propozimin e BE në takimin e mbajtur në fund të shkurtit në Bruksel. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan dje ultimatumin e fundit në tavolinën e Kurtit dhe Vučić me zë të unifikuar. Serbia dhe Kosova paralajmërojnë se nëse nuk vendosin firmën sot në Ohër, do të përjashtohen nga proceset integruese, do të izolohen dhe do të rrezikojnë tërëzira të brendshme. ABC News siguron dokumentin non-paper që u është lënë atyre në tavolinë. Altin Morina, shefi i stërvitjes në repartin Renea, ka dalë sot para gjykatës për masën e sigurisë. Ai u arrestua me 113.000 euro teksa lëvizte me një automjet luksoz. Ndaj tij prokuroria ka ngritur 3 akuza: pastrim parash, fshehje të ardhurash dhe shpërdorim detyre. Kryeministri Edi Rama ka propozuar Vlora Hysenin për drejtuar shërbimin informativ shtetëror shqiptar. Hyseni më parë ka mbajtur detyrën e zëvendës drejtore së Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Tani pritet miratimi i presidentit Begaj. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sibora Bitri dhe bashkë do t'jemi në ABC Live. E nisim me zhvillimin në më të fundit, ku një ditë e rëndësishme sot në Ohër, pasi pritet mbahet takimi i dy udhëheqësve të Kosovës, kryeministit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, sigurisht me ndërmjetësimin e të dërguarve të Bashkimit Evropian Borrell dhe Lajçak. Gjithashtu vëzhgues pritet jetë emisari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriele Escobar. Në tryezë të diskutimeve do t'jenë mënyrat e zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ndërkohë që ABC News ka grupin e xhirimit dhe do të jemi drejt për së drejti me gazetaren Linda Karadaku, që do ndjekin nga afër këtë takim të rëndësishëm që do të mbahet në Ohër. Linda, unë të përshëndes, lidhem me kolegen Linda Karadaku, të përshëndes e dashur. Nëse mund të na përcjellësh paksa nga atmosfera e paranisjes të këtij takimi të rëndësishëm në Ohër. Në fakt, jemi me dhjetra gazetar në këtë newsroom, si që edhe mund të shihni prapa shpinësime me ndihmën e kameramanit Ardian Kamberi. Kanë qenë masat e sigurisë të jashtëzakonshme si rrallë herë që kur kemi ardhur mbrëm edhe sot në mëngjes, përveç patrullave të policisë që i shef në pothuaj çdo 100 metra, kontrolli për të hyrë edhe këtu ku është qendra e shtypit, kanë qenë deri te kontrollet e gomave të makinave për të parë dhe për të siguruar madje përveç dokumentave dhe regjistrimit që kemi bërë, është dashur që të kontrollojmë emrat në disa pika kontrolli derisa morëm këto bedxhat e akreditimit dhe jemi këtu brenda. Në fakt, këtu takimet sot ka nisur shumë herët në mëngjes. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka qenë këtu që herët në mëngjes. Ai vazhdon takimet me palët veç e veç, me ndërmjetësuesit ndërkombëtar, me kryeministrin Kurti, presidentin e Serbisë Vučić. Ndërkohë, vetëm para pak minutash ka përfunduar një takim tjetër midis kryeministrit Kurti dhe udhëheqësit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Kemi takime të tjera që vazhdojnë, madje presim edhe një konferencë nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që për atë që është kryesorja, rrjedha e takimeve është kështu. Takimi ndërmjetësuesve ndërkombëtar me Vučić, pastaj takimi i tyre me Kurti, më pas takimi i përbashkët dhe pritet një konferencë shtypje e Josep Borrell, emisarit dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian. Pikërisht mbas shpinës time, aty do dal Borrell në përfundim dhe do thotë nëse kemi tym të zi apo tym të bardhë, që nën kupton dakordim për marrëveshjen edhe ose nënshkrim. Nga ajo që dim ne deri tani, gjasat që të kemi nënshkrim këtu janë të vogla, sepse pritet që të ketë një dakordim dhe nënshkrimi të jetë një ceremoni e rëndësishme e madhe në një nga kryeqytetet e rëndësishme evropiane, përflitet Brukseli ose Parisi, dhe ku do të ishin të pranishëm liderët e Evropës dhe sigurisht përfaqësues të lartë amerikan.
por do të shohim sepse këtu në fakt për asgjë nuk mund të thuhet me siguri 100%. Ndërkohë ajo që është me rëndësi dhe që diskutohet sot, pikërisht sot, është plani i zbatimit të marrëveshjes, sepse për kornizën e marrëveshjes është rënë dakord në Bruksel. Problemi ose aty ku ndeshen palët është pikërisht plani i zbatimit. Ne kemi arritur të sigurojmë mbrëm vonë në fakt atë draft të planit të zbatimit i cili sekuencon zbatimin e marrëveshjes, pra vendos afate kohore të qarta të caktuara për zbatimin e marrëveshjes. Dhe nga burimet tona dim që pikërisht pjesa e parë ose pika e parë e këtij plani është ajo që përbën problem për Kosovën, sepse zbatimi nis në fakt me statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Thuhet eksaktësisht në dokumentin që edhe ju po e tregoni në ekran që 15 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes, për ta qartësuar, jo pas arritjes së marrëveshjes apo dakordimit, pas nënshkrimit të marrëveshjes, duhet që Kosova të paraqesë draftin e parë të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Vazhdon pastaj pjesët e tjera, pason njohja e dokumentave shtetërore, më pas vendosja e misioneve permanente, me këtë renditje siç po e them, vendosja e misioneve permanente në kryeqytetet respektive që në fakt janë ekuivalente me ambasada, siç janë në marrëdhëniet mes dy shteteve apo dy vendeve që njohin njëra tjetrën. 30 ditë pas nënshkrimit duhet të ngrihet një komitet i përbashkët i palëve, dhe ky komitet do të kryesohet nga Bashkimi Evropian dhe që do të mbikëqyr deri në detaje zbatimin e marrëveshjes. Pas krijimit të komitetit, në fakt 30 ditë pas krijimit të këtij komiteti, do të kemi dhe duhet të kemi, sipas planit të zbatimit, draftit, statutin e Kishës Ortodokse Serbe, pra njohjen nga Kosova të statutit të Kishës Ortodokse Serbe, duke që kjo gjithashtu është një pikë jashtëzakonisht e ndjeshme, pika 7, e ndjeshme, delikate, dhe rikujtoj që Qeveria e Kosovës e ka miratuar tashmë një projekt ligj, një draft ligj që ka të bëjë me të drejtat e komuniteteve fetare. Por, me sa duket, në bazë të kësaj pike, do të kemi diskutime të mëtejshme për këtë. Ndërkohë, 150 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes, dhe kjo është pika e fundit, pika 8, 150 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes, do të ketë një paket financiare, ku ka financime investime speciale dhe ku ka mbështetje financiare për Kosovën dhe Serbinë. Por nga kjo paket nuk do të disbursohet në fakt asgjë, derisa BE-ja të verifikoj realisht në terren, fjalë për fjalë, që plani i zbatimit, marrëveshja është zbatuar nga palët me të gjitha pikat që ka ajo. Ky është plani i zbatimit që vazhdon në fakt të diskutohet dhe pikërisht për këtë pritet sot që të ketë dakordim për afrim qëndrimesh, apo do të ishte mrekulli nëse do të ndodhte që të kishim edhe nënshkrimin, sepse kjo do të përshpejtonte pastaj zbatimin e kësaj marrëveshje për normalizim të plot të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Kurti ka ardhur sot herët në Vila Biljana, ku edhe zhvillohen në fakt bisedimet apo negociatat, dhe i vetmi koment që ka bërë për gazetarët, kur e kanë pyetur nëse pret përfundim pozitiv apo zhvillime pozitive sot, ka thënë vetëm gjithçysh. Nuk ka asnjë koment tjetër. Ndërkohë nuk kemi ndonjë koment nga presidenti i Serbisë. Vila Biljana, ku zhvillohen sot të negociata, është gjithashtu e rëndësishme, ka një simbolik që shkon vite përpara. Pikërisht në Vila Biljana këtu në Ohër janë mbajtur negociatat, bisedimet për marrëveshjen e vitit 2001 që i dha fund konfliktit midis shqiptarëve dhe strukturave qeverisë maqedonase. Gjithashtu Vila Biljana ka qenë edhe një vend pushimi për Josip Broz Titon, ish udhëheqësin jugosllav. Po, si bëra. Të pyes pak, me qenë se jemi kurioze edhe për këtë atmosferën e pritjes, kanë britur liderët në këto momente, në ambientet aty ku edhe ti ndodhesh? Në fakt, neve na kanë ndarë, do me thënë, ka pasur një qëndrim, kështu ka qenë në fakt agenda e BE-s, gazetarit janë në një, le të themi, dhomë lajmesh apo newsroom, në një vend ndjes. Gazetarët janë në një dhomë lajmesh që nuk është në Vila Biljana, ndërkohë që të gjitha takimet mbahen në Vila Biljana. Pra, këtu politikanët dhe ata që po marrin pjesë në bisedime kur duan që të flasin me media vijnë këtu. Mundësia për të hyrë në Vila Biljana është zero, sepse nuk është thjesht çështja e ambientit, por
mënyra si ruhet është 24 orë dhe është deri në rrugën kryesore që të çon në Ohër. Pra nuk ka aty asnjë mundësi për gazetarët. Këtu ku jemi, ne do të jemi gjithkohës të vi Kovacevski. Po. Jo, mund ta përfundosh. Po, ajo është po thosha, siç pritet që të vi kryeministri i Maqedonisë Kovacevski të flasë për gazetarët, ne kemi biseduar para pak edhe me Ali Ahmetin, kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, por kjo varet nga vetë politikanët, nëse ata duan që të kontaktojnë media në vinë këtu. Mundësia jonë për të qenë brenda apo afër Vila Bilianës është zero sot. Edhe ky ka qenë vendimi, me sa duket, i negociatorëve ndërmjetësve ndërkombëtar, sepse nuk duan që media të ndërhyjnë në diskutimet e diçka e kaq delikate. Linda Karateku, faleminderit për këtë raportim për momentin. Sigurisht do të jemi në minut pas minutin lidhje të drejt për drejt dhe për të përcjell hap pas hapi se çfarë ndodh në samitin e Ohrit. Ndërkohë, mbetemi po te kjo çështje ku vetëm pak orë përpara samitit, në fakt, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan ultimatumin e fundit në tavolinën e Kurtit dhe Vučić. Me zë të unifikuar, Serbia dhe Kosova paralajmërohen se nëse nuk vendosin firmën sot në Ohër, do të përjashtohen nga proceset integruese, do të izolohen dhe do të rrezikojnë trazira të brendshme. ABC News ndërkohë siguron dokumentin non-paper që u është lënë atyre në tavolinë. Të shtunën në Ohër, Kurti dhe Vučić nuk do të përballen vetëm me të shkuarën, por edhe me të ardhmen e dy vendeve që drejtojnë. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO kanë vendosur të flasin me një zë të përbashkët, sa i përket pritshmërive, por edhe padurimit të perëndimit për zgjidhjen përfundimtare të konfliktit Kosovë-Serbi, i cili rrezikon të ndjellë në rajonin e Ballkanit Perëndimor ndikimin rus, të bllokojë integrimin dhe të rrezikojë sigurinë e BE-s, ku shumica e vendeve antar janë edhe antar të NATO-s. ABC News ka në dorë një dokument non-paper i cili u është vënë në tavolinë Aleksandar Vučić dhe Albin Kurtit. Dokumenti është pa kokë, pa firmë dhe pa vull, një praktike zakonshme e përdorur nga diplomacia amerikane si një armë e fundit për të detyruar palët për të pranuar një marrëveshje, duke paralajmëruar edhe pasojat serioze në rastin e refuzimit. Ky dokument non-paper i mbështetur nga SBA dhe Bashkimi Evropian ka paralajmërimin më serioz për të dyja vendet, nëse nuk firmosin të shtunën marrëveshjen e rënë dakord dhe që, siç thot dokumenti, nuk është më i negociueshëm. Në një kohë kur Rusia teston vendosmërinë perëndimore në Ukrainë, në një kohë kur Kina arrin të ndërmjetësojë një marrëveshje historike midis Arabisë Saudite dhe Iranit, duke u imponuar fuqishëm si një lojtar botror i aftë për të ofruar, komuniteti perëndimor nuk e ka luksin e dështimit në Ballkanin Perëndimor, oborri i shtëpisë së BE-s dhe NATO-s. Marrëveshja themelore është një kompromis i vërtet i brendshëm i BE-s, i pranueshëm për shtetet anëtare njohëse dhe jo njohëse. Edhe Kosova dhe Serbia duhet ta përqafojnë atë. Uniteti i Bashkimit Evropian kufizon opsionet e Serbisë dhe Kosovës. Por jo më pak jashpër është kërcënimi ndaj Albin Kurtit, nëse të premten nuk firmos marrëveshjen e dakordsuar e tashmë të panegociueshme. Nuk ka rrugdalje. Dështimi i Serbisë për të harmonizuar pozicionin e saj me BE-n do të krijojë një mundësi që Kosova të rritet pa pasur nevojë të punojë me Beogradin. Serbia nuk ka veto për unitetin BE-NATO. Nëse refuzon marrëveshjen, Serbia do të humbasë edhe 5 mosnjohësit, pavarësisht nga rezultati. BE dhe NATO përfundimisht do të flasin në një zë të vetëm për Kosovën. Kosova duhet të përmbush plotësisht pritjen e komunitetit perëndimor, veçanërisht duke respektuar marrëveshjet e kaluara. Refuzimi i Kosovës për ta bërë këtë mund të ketë pasoja të rënda për të ardhmen e Kosovës. Të zhgënjur partnerëve perëndimor do t'ju mungojnë nxitja për të mbështetur rritjen e mëtejshme të Kosovës. Pak të mbështetje thelbësore, Kosova mund të shohë një përmbysje të progresit në disa fusha. Kërcënimi për mos firmosjen, pranojnë marrëveshjen dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre me BE-n 27. Refuzoni marrëveshjen, pezulloni rrugën e integrimit në BE dhe hidhni tutje të gjitha proceset dhe përfitimet e lidhura. Së shpejti do të pasojë izolimi dhe trazirat e brendshme. Dokumenti non-paper thekson rëndësinë e kësaj marrëveshje të tyre sponsorizuar nga Bashkimi Evropian dhe elementët kryesor, respekton vijat e kuqe të palëve për të akomoduar vijën e kuqe të Serbisë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Kosova bën një hap prapa në këmbguljen e saj për një normalizim të përqendruar vetëm në njohjen reciproke. Në vend që të luftojë me Serbinë, Kosova zotohet të punojë me Serbinë
për zgjidhjen e nevojave praktike të të gjithë njerëzve dhe komuniteteve. Sipas marrëveshjes së dakortësuar, Serbia bën një hap prapa për të akomoduar vijën e kuqe të Kosovës për të mos negociuar pavarësinë e saj dhe zotohet për marrëdhënie të plota praktike me Kosovën. Në vend që të luftojë për Kosovën, Serbia zotohet të punojë dhe praktikat më të mira ekzistuese. Dokumenti non-paper rithekson dhe rëndësinë që ka marrëveshja themelore, jo vetëm për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Krah kritereve të Kopenhagës, marrëveshja themelore do të menaxhojë edhe procesin e integrimit të Serbisë dhe Kosovës në BE. Për të shmangur gabimet e saj në të kaluarën, BE-ja dhe pjesa tjetër e komunitetit perëndimor do të mbështesin në mënyrë aktive të dyja palët financiarisht, ekonomikisht dhe politikisht në çdo hap të rrugës. Përmes procesit të Berlinit dhe komunitetit politik evropian, BE-ja dhe pjesa tjetër e komunitetit perëndimor do të ofrojnë një kornizë të besueshme të integrimit në BE për Serbinë, Kosovën dhe pjesën tjetër të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor, me stimuj të qartë dhe të besueshëm ekonomik, financiar dhe politik, pra një integrim më i shpejt edhe me më shumë para ndaj ekonomive të tyre. Ky dokument pra përmbledh ultimatumin final ndaj Vučić e Kurtin. Ata të premten, me firmën apo jo firmën, e din tashmë se çfarë përfitojnë dhe rrezikojnë, kanë në dorë dhe fatet e vendeve të tjera, përfshirë të Shqipërisë, por edhe të kombit shqiptar të ndarë në 5 vende të Ballkanit perëndimor, një barë e rëndë për Kurtin, të cilën, nëse ai të premten nuk firmos, do ta mbajë jo thjesht vet, por do ta ndajë me të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm me shtetasin e Kosovës. Ky non-paper që publikon sot ABC News tregon vendosshmërinë amerikane dhe europiane. Koha është tani. Nesër do të jetë shumë vonë dhe dëmet të parikuperueshme. Dhe pikërisht për atë se çfarë pritet të ndodhë sot në samitin e Ohurit, ku do të mbahet një takim i rëndësishëm dhe mbetet për të parë nëse do të ketë nënshkrim ose jo mes palëve Kosovës dhe Serbisë. Për diskutuar këtë dhe çështje tjera me mua në studio është analisti i mirënjohur Mentor Nazarku. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Unë duket sikur bëj pyetjen e fundit në fillim, po e bëj kështu të përmbledhur për ta analizuar më pas. Ideja është do kemi tym të bardhë sot nga samiti i Ohurit apo jo? Jo, nuk besoj. Dhe për këtë parathënës ishte Eskobari, cili do tjetë aty me statusin e vëzhgusit, po ky është një eufemizëm për të treguar se perëndimorët e respektojnë atë që është dokumenti që ka autorizuar bisedimet për normalizim, që është rezoluta e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s e shtatorit 2010, ku i njihet Bashkimit Evropian ky ndërmjetësim, dhe për pasojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke respektuar këtë thonë se janë aty nëpërmjet Eskobarit për si vëzhgues. Dhe Eskobari dje ka bërë të qartë se nuk pres firmë nesër. Më mirë se Eskobari nuk besoj që e di dikush, sepse deri në Ohër, apo nga 27 shkurti deri në Ohër, ka patur negociata, ka patur diplomaci omnibus, pra që shuttle, dhe që ka lëvizur midis dy vende, Eskobarit edhe Lajçakut, cili i ka, po themi, testuar vullnetet e palëve, ka kuptuar se ku qëndrojnë kontestimet e tyre për dokumentin. Me gjas, si që ka bërë të qartë Borrell, palët kanë paraqitur komente për secilin prej pikave të aneksit, dhe këto do të konfrontohen, do të ballafaqohen sot. Për të bërë një, nëse më lejon, ajo që ka pritet të firmoset është një dokument që bashkon 11 parimet e një marrëveshje paraprake për normalizim dhe aneksi i zbatimit të hapave që parashikohen afate për secilin prej për zbatimin e secilin prej hapa, institucione apo po themi grupe ad hoc që do të mbikëqyrin zbatimin, dhe çka firmoset është bashkimi pra i aneksit plus 11 pikat. Nuk mund firmosen veç aneksi dhe veç 11 pikat. Ajo çfarë ka thënë Eskobari është treguesi qartë që palët nuk kanë arritur marrëveshje për aneksi, sepse për 11 pikat u arrit që në 27 shkurt. Pse nuk është arritur për aneksin? Sepse aneksin nënkupton, po themi, shkopinj për secilin prej palëve në mënyrë tillë që marrëveshja të eci. Dhe
nga sa kuptohet nga ky angazhim i madh perëndimor, kur them angazhim i madh perëndimor, kam parasysh që udhëheqësja e Bashkimit Evropian von der Leyen takoi presidentin Biden, ku njëra prej tema ishte pikërisht negociatat e Ohrit apo marrëveshja Kosovë-Serbi. Sekretari i Shtetit Blinken bisedoi dje me Borrellin. Këshilltari i tij Çollet bisedoi me Vučićin dhe me Kurtin. Pra kemi një angazhim të madh perëndimor që në kontekst e luftës Rusi-Ukrainë t'i angushtoj hapësirën Rusisë në Ballkan, së pari. Së dyti, t'i ofroj botës, t'i ofroj zonave në konflikt një model arritje të marrëveshje. Mu për këtë, me sa duket, mendohet që Ohri, nëse del suksesshëm, të çojë tek firma e një marrëveshje në të cilën, siç e tha kolega Karadaku, të jenë të pranishëm udhëheqësit më të mëdhenj europian, supozoj Scholz dhe Macron, ndoshta dhe kryeministri italiane, meqense ka një dërguar italian atje, dhe pse jo dhe sekretari i Shtetit Blinken, firmosje e cila mund të bëhet në mënyrë solemne diku në një nga kryeqytetet e Evropës. Pra, po i moshojmë kaq shumë në nënshkrimin të firmosjes, sa në kuptëm arritje marrëveshje, pastaj duhet ndar pak se po firmosim, po pastaj nuk quhet firmë, ku është diferenca këtu? Nëse firmosim për pjesën e pikave, apo pastaj të anekseve, apo ku ndodh pastaj pjesa e implementimit atyre se çfarë është shkuar dhe çfarë është vendosur liderëve në tavolinë? Se historia e negociatave Kosovë-Serbi që është një histori e hershme, fakt që nga 98 e këtej, që nga Rambujeja, ka treguar që nëse mungojnë mekanizma për zbatimin, atëherë këto marrëveshje dështojnë. Dhe mu për këtë, Bashkimi Evropian ka parashikuar, për shembull për marrëveshje për Kishën, ka parashikuar një mekanizëm mbikëqyrje, ku ka një profesus serb, një profesus kosovar, një profesus të Bashkimit Evropian krye, i cili pra ka shkopin në dorë për t'i shtytur palët që të ecin përpara në zbatimin e marrëveshjes. Do duhet kuptuar gjithsesi që normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është një proces. Ky proces fillon me këtë marrëveshje, por kjo nuk është marrëveshja përfundimtare mes palëve, e cila mund të çojë në njohje reciproke. Dhe kjo është dhe një arsye sepse megjithëse kjo marrëveshje nuk do të kalojë në parlamentet respektive, as në parlamentin e Serbisë dhe as në parlamentin e Kosovës. Kjo marrëveshje, nëse marrim parasysh që nënshkruhet sot. Po, jo, kur do që të nënshkruhet, nëse nënshkruhet në Vjenë, në Bruksel, në Po ç'ka kuptim ka për sa kohë pastaj nuk kalon te parlamentet respektive? Kjo është një truk, është një deus ex machina, pra një zgjidhje artificiale e imponuar për të shmangur kundërshtit që vijnë nga opinionit publik të brendshëm apo klasa politike respektive në Serbi dhe në Kosovë, të cilat janë të orientuar në mënyrë të përçarë rreth marrëveshjes, por në ndërkohë perëndimi, i cili negocion, kur them perëndimi është një eufemizëm për të Bashkimi Evropian plus Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendojnë që t'i angazhojnë palët nëpërmjet kalimit të parlamentet respektive, vetëm në momentin përfundimtar të këtij procesi. Vetëm atëherë kur të parashikohet eventualisht njohja reciproke. Natyrisht, pra, duke qenë që është një proces që fillon me këtë marrëveshje, kaq të madhe, që është kuadër në një farë mënyrë, nuk është një marrëveshje që parashikon se që rregullon vetëm një aspekt marrëdhënie, ta zëm kot të themi vetëm njohjen e dokumentave reciproke, ose ta zëm marrëdhënie midis shtetit dhe kishës, ose ta zëm marrëdhënie me trashëgiminë e skaluarës. Kjo është një marrëveshje e cila pretendon që të rregullojë një sër aspektesh që janë ndërlidhura me dy shtete. Dhe por ama imagjinohet që deri në atë që quhet marrëveshje përfundimtare, të kemi marrëveshje të veçanta që zgjidhin aspekte të caktuara, për shembull energjinë ose pra procesi i normalizimit kalon nëpërmjet disa etapave dhe kjo presupozohet të jetë etapa më e rëndësishme e cila ka marrë zjarr, e cila ka marrë stimul të ri mu për shkak të kontekstit që është lufta Rusi-Ukrainë. Kjo është arsye zaten pse Rusia vetë është duke shikuar me dyshim
me gjas është duke përpikur ta sabotojë arritjen e kësaj marrëveshje, sepse ka interes që Ballkani të jetë i paqëndrueshëm dhe mos krijohet asnjë lloj paralele për zgjidhjen paqësorë të një konflikti historik siç është ai midis Kosovës dhe Serbisë, me atë që po ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës. Në fakt është shumë interesante se ne ndikim minut pas minuti edhe se çfarë publikon njëri lider dhe tjetri dhe sot kemi parë se çfarë ka publikuar në fakt dhe shefi diplomacisë së jashtme Joseph Borrell, me një pamje nga liçeni i Orit në fakt, sytë e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor janë sot në Ohër. Pas diplomacisë intensive ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, do diskutojmë me Aleksandar Vučić dhe Albin Kurtin aneksin e zbatimit, pjesë integrale e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Është ky postimi me këtë foto nga pamje nga liçeni? Jo, më shumë është bashkimi i liçenit me qiellin, do të thonë që është qielli i pastër, është metafora diplomatike dhe nuk besoj që të ketë pengesa të mëdha për arritjen e marrëveshjes. Besoj që ky është në tekst. Ose dëshira që ka vetë Borrelli që qielli në fakt atmosfera rreth e përqark këtyre negociatave të jetë sa më e pastër, pra sa më pak obstruktive, sa më pak penguese. Kështu që ky është një negociatë e cila synon, siç është kuptuar, madje edhe vetë përfshirja amerikane, mënyra se si përfshihen amerikanët këtu, synon që ta fuqizojë rolin e Bashkimit Evropian. Më thënë e ka lënë si në plan më parështor Bashkimin Evropian dhe më dytësor SBA. Ky është ndryshimi i administratës Biden me administratën Trump, që administrata Biden është rikthyer, siç e thash, tek rezoluta e 2010-s, që ja njifte Bashkimit Evropian këtë rol ndërmjetësues, dhe përpasoj kjo administratë në dukje i njeh rol kryesor negociatorëve perëndimor, i njeh rol kryesor dy shteteve që janë, ky është një eufemizëm i përdorur shpesh, motori diplomatik, politik, ekonomik i bashkimit Gjermania dhe Franca, por e vërteta është që pa Escobarin, pa amerikanët, kjo marrëveshje nuk do të kishte arritur në këtë pikë ku ka arritur. Procesi nuk do të arrinte në këtë pikë ku ka arritur. Është një kërcënim final, po themi ky çfarë deklaruar në perëndimin, domethënë pak para samitit që kërcënohet se paralajmërohet Kosova dhe Serbia me izolim, me proceset integruese do të kenë probleme, pastaj ndoshta edhe me trazira të brendshme, do ta marrin seriozisht Kosova dhe Serbia këto? Shko, unë e pash pak këtë dokumentin non-papers që quani TIO, se si quhet. Mendoj që ai nuk ishte aq i fortë sa një dokument që qarkulloi më herët, dhe mendoj që kërcënimi është më i fortë se sa kaq. Vetë Vučić ka... është vetëm maja e icebergut kjo që shohim në media. Vetë Vučić ka bërë të qartë publikisht përpara disa javësh kërcënimin perëndimor. Madje që para 27-s kam përshtypjen, dhe kështu që nuk ka asnjë dyshim që perëndimi është serioz në, po themi, në përmbushjen e atyre kërcënimeve. Kosova, për hir të vërtetës, i ka provuar një pjesë të këtyre kërcënimeve, se meqense po kuptoj që kemi kohën për ta konsideruar apo për ta analizuar gjithë zhvillimet që i kanë paraprirë këtyre negociatave me ndërmjetësimin evropian, Kosova vetë, për hir të vërtetës, ka qenë në një lloj embargoje amerikane nga administrata Trump në vitit 2019, kur vendosi taksën qeveria Haradine, dhe pastaj u mbajt në këmbë një lloj vijimi saj që quhej vendosja reciprocitet me Serbinë nga qeveria Kurti, dhe aso kohë administrata Trump e kërcënoi nëpërmjet një dokumenti të bërë publik, dhe vetë bërja publike ishte kërcënim në vetvete, ku i thuaj që do ndërpresim marrëdhëniet e ndihmës, do ndërpresim bashkëpunimin dy palësh, do ngrim marrëveshjet ekzistuese, nuk do të mbështesim në organizatë ndërkombëtare, pra një kërcënim i artikuluar mirë, i detajuar në rast. Do ndalem pak më gjatë kjo pjesa e vendosjes, po them, në presion të Serbisë me gjithë këtë idenë e vendosjes së sanksioneve të paktën nga Rusia, apo edhe për një marrëveshje finale me Kosovën. Rikthehemi vetëm pas pak, shkëputemi për një hapësirë publicitare.
Po ndihni drejt për së drejti ABC Live në ekranin e ABC News dhe me mua në studio është sërish analisti mirënjohur mentor Nazarku dhe në fakt po diskutojmë për çështjen e samitit të Ohrit, po për të përmbledhur gjitha bashkë edhe takimet, zhvillimet e fundit apo edhe reagimet. Tani kur flasim për këtë Bashkimin Evropian apo edhe Shtetet e Bashkuara, ato se çfarë i kanë vendosur në tavolinë Serbisë, po marrim Serbinë. E kanë vënë me shpatulla pas murit duke i bërë një farë presioni që sanksione ndaj Rusisë dhe një marrëveshje finale me Kosovën. Në fakt, kjo ka qenë, duket që ka qenë dilema e madhe që ka krijuar apo që ka shoqëruar aksionin perëndimor, posaçërisht ata amerikanë ndaj Serbisë, sepse investimi amerikan përkundrejt Serbisë ka qenë që ta arrestojë, ta përfshijë atë në listën e shteteve që kanë vendosur sanksione. Ambasadori Hill e ka ndoshta detyrë numër 1 këtë për periudhën që po flasim dhe pikpyetja është kjo, a mundet mbaj një qeveri si kjo, në cilën Rusia ka aktorët e vetë shpallur si të tillë, zëm shefin e shërbimit sekret ish ministri i mbrojtjes Vulin, pra lojtar i Rusisë qartësisht, apo të tjerë, apo Dačići, pra dhe ku opinioni publik është 70% pro-rus, apo dhe më shumë. A mundet pra një qeveri, një shoqëri, një shtet i tillë të mund të realizojë njëkohësisht 2 operacione si këto, të firmos një marrëveshje me Kosovën që e avancon statusin ndërkombëtar të saj, pra hap rrugën për integrimin ndërkombëtar të saj, për aplikim në organizata ndërkombëtare si NATO, BE, Këshilli i Evropës, Interpol e të tjera, dhe njëkohësisht të vendosi sanksione me Rusinë. Mos janë 2 ilaçe të hidhura dhe që mund ta destabilizojnë Serbinë deri në moment, deri në, po themi, rrëzim qeverisë, grusht e shtetit, siç është një skenar, po themi, apokaliptik, apo jo. Pra, kjo është dilema. Dhe mu për këtë duket që edhe në prag të këtyre negociatave që po zhvillohen sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lënë të kuptohet pra që mund të mos ketë firmë. Pra, Escobari, siç u thash, ka thënë që nuk ka firmë, Vučići vetë duke ardhur përpara Ohrit tha se një gjë ju garantoj që nuk do të ketë firmë. Kurti, si pas lojës njohur të Macës Memiun, thot që unë jam i gatshëm për marrëveshje, duke ditur që pala tjetër nuk do të firmos, dhe në ndërkohë thot nëse nuk ka firmë atëherë nuk ka as marrëveshje, pra janë 3-4 elementë cilët bëjnë të kuptohet që Serbisi është dëm pak frymëmarrje, mu për shkak të atmosferës së brendshme të saj, e cila është kundër, është anti-perëndimore, për të mos firmosur me një herë që tani. Natyrisht, unë nuk kam info tani që të parashikoj se si do të veprohet deri në firmosjen reale të saj, firmosjen e kësaj marrëveshje, si që tha edhe kolegja Karadaku për të cituar edhe atë, me gjasë firma do të jetë solemne, do të jetë me praninë e udhëheqësve më të mëdhenj të Evropës. Dhe nuk e di se si do të veprohet nga Ohri deri tek ajo firmë për ta bindur, për ta kandisur. Që mbete për të parë nëse do jetë rrugë e gjatë, rrugë e shkurtër, rrugë e vështirë. Jo, unë mendoj që do të jetë rrugë relativisht e shkurtër, sepse palët janë nxehur, po bën gati që të rajnë shuplakat, shampanja është gati për të hapur, por mos ta hapin para kohës, ndoshta u ikën edhe gazi edhe më mirë le të presim për të parë zhvillimet e rëndë. Gjithsesi, zhvillimi i Ohrit është një zhvillim interesant që rrit rëndësinë e Maqedonisë, ka karakter simbolik, deri Ali Ahmeti u shfaq atje për. Zoti Nazarko, se do jeni sërish në ABC News për të ndarë gjykimin tuaj sa i takon këtyre çështjeve të fundit. Faleminderit që ishit me mua në ABC Live për momentin. Ne ndërkohë, ndjekim inspektimin që bën kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Erion Velie, në njësinë numër 2 sa i përket pjesës së infrastrukturës. Vetë. E kuptova, kështu që gjithsa kap Bako Dervishën praktikisht do futet si rëke aty Lalit Çavor. Këta është zotin mirë, që nga kesë kam pas. Mirë, kush përshë? Lalit Çavor, si ka lorë. Grubi, ku jeni më? Qa thuhet? Ata të shpisë nuk shof shumë. Ata më shofin në televizor në këto, po unë më pak. Po është gjynave nga që bëjmë gjithë rrugën e trikotajit, është gjynave që të lejmë gjepin. Dhe çështja është që përsa kohë që investitori bën pjesën kryesore, këto xhepat i bëjmë dhe vetë, se s'ja blenë në Bullgar për
1.000 metra katror. Të ndodhemi tek pjesa e zonës Thesarit, është një rrugë lidhëse që lidh rrugën nga shkolla e baletit me rrugën Bago Dervishi. Është rreth 1.000 metra katror si rrugë. Ndërhyrjen mendojmë që ta mbyllim sot. Kemi bërë ndërhyrje qoftë edhe ndriçim. Jemi drejt përfundimit kryetar. Është gjithmonë nga si kjo është një nga lagjet ku jam rritur. Përpara ne i thoshim shkolla baletit me trikotashin, tani në kohët e reja shkolla koreografisë me Thesarin, po thelbi është njësoj. Ky është një komunitet nga më të vjetrit e Tiranës. Këtu mbrapa nesh ka qenë byrektoria vjetër, ka qenë pitet e vjetra, kur dilim nga shkolla Kosova, kishte xhuxhat, aty e mbanim ose ke ëmbëltoria ke ana e postës për të kapur një akullore ose në një kasat atëre, ose për të kapur një pitet vogël edhe byrektorën. Kështu që për gjithë ata që janë rritur te kjo lagje ka shumë nostalgji. Kështu që më vjen mirë që tek aksi rrugës kryesore ne po e bëjmë atë me një investim kapital dhe lidh dy rrugë, pra lidh gjithë rrugën Mjal Grameno me Bago Dervishin dhe del me një kalim tek zona e trikotazhit ose si quhet sot Thesari për të bashkuar me rrugën Elbasanit. Dhe ndërkohë kemi edhe një rreket tjetër, pra kemi edhe një degëzim tjetër që vjen nga qyteti Studentit dhe ajo një rrugë që kishte vite nevojë për ndërhyrje. Kështu që ky lloj piruni, pra ky lloj degëzimi, kjo lloj bige po bëhet me investimin kapital të prokuruar nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë xhepat e pallateve që përfshin ky aks po bëhen nga ndërmarrja jonë e asfaltit. Kemi rreth 2 ditë punë, po do mundohemi ta kthejmë në 1 ditë e gjysmë të kapitalizojmë kohën e mirë që kemi dhe sigurisht që do duhet na mirëkuptojmë qytetarët. Në këtë moment që ne flasim kemi rreth 60-70 kantiere paralele në Tiranë. Edhe aty ku unë banoj tani janë 4-5 rrugë paralele, kështu çdo natë na duhet që të marrim një kthes tjetër. Por kërkoj mirëkuptim. Edhe në shtëpi kur ndrojmë një plak, i bijem guzhinës dhe i bijem dhomës nga cepi në cep. Kështu që edhe në qytet, për sa kohë që po punohet në gjithë to kantierë, do duhet që të na jepet mirëkuptim derisa ta kryejmë këtë punë dhe pastaj do rikthehemi në normalitet. Ndërkohë, më vjen mirë gjithashtu që për zonën ne do kemi disa investime të tjera në arsim. Kështu që sa kemi konkluduar edhe me kryeministrinë që ne do të marrim ish spitalin e Arabit në Sauk, i lënë pas dore që në vitet 90, vetëm i ngeli emri dhe toponimia, por nuk u bë kur spital, një ndërtim shumë modest. Dhe ne gjitha të terrenet ta kthejmë shkollën 9 vjeçarit Saukut, kurse në anën tjetër Trugës, po ka i rrethrotullim, aty ku ka qenë parkingu i policisë ushtarake. Dhe sot është fakt ajo borri i madh i Akademisë Rendit, ne do bëjmë gjimnazin. Pra do operojmë siç kemi operuar në vende të tjera, ku në një vend shumë të afërt jetë 9 vjeçare me parashkollor dhe me kopsht dhe gjimnazi në po atë komunitet që të mos kemi këto varavingot e zbritjes në rrugë të Elbasanit dhe të shtimit të atij trafikut që vjen të rrethrotulllimi i fakultetit ekonomik. Ndërkohë, lajmi tjetër i mirë është ana tjetër e autostradës e Unazës Tiranës, që është pjesa e liçenit That, njësia 13, dhe aty do të fillojmë 2 shkollat e reja. Një do jep ke cepi i kopshtit botanik, pronë e bashkisë, pra jo brenda në kopsht, po për orientim në cepin e kopshtit botanik. Kurse shkolla tjetër Dritora Golli, shkolla e mesme, do të jetë tek Parku Olimpik, ke xhepi që është krijuar mbasi kanë mbaruar ndërtimet private dhe bashkia ka marrë tokën që i takon për të bërë ato investime. Kështu që për gjithë mahallën tonë këtu, me 2 shkollat e reja në Sauk, se ndërkohë mbaroi Bashkinfino, mbaroi Mjal Grameno, mbaroi shkolla Kosova, mbaroi liceu, është bërë shkolla baletit. Me ato 2 shkolla e çojmë 7 numrin e shkollave vetëm për njësinë 2, ku është ndërhyrje janë bërë shkollat nga e para, zgjidhim dhe pjesën që ju e keni përballë, sepse Sauku Myll Bathori janë përballë, me liçenin e Thatë dhe Parkun Olimpik, dhe unë besoj që me investimet kapitale ne e kryejmë komplet misionin me njësinë 2 dhe pjesën kufitare ku ne ndahemi Sauku me Farkën. Tani ngelet që kalamajt dalim në 10 edhe të na nderojnë edhe t'ia vlej gjithë ky mund, sepse besoj që kemi fëmijë të mrekullueshëm edhe në Sauk edhe ke liçenin e Thatë edhe tek kopshti botanik edhe Parku Olimpik, ndërkohë që ne do vazhdojmë çdo natë. Me shpresë do na mbaj koha dhe këto 70 kantiere t'i përfundojmë sa më shpejt. E di që është vërtet kur i them, një investim kapital dhe një pastrim dhe rregullim me themel i shtëpisë tonë për bashkët, por unë besoj që në fund fare do ja vlej gjithë ky mund dhe gjithë ky durim. Kështu faleminderit shumë banorëve për mirëkuptimin, edhe më vjen mirë që edhe çunat shokët tanë të vjetër të lagjes janë të kënaqur që më në fund edhe pjesa e brendshme cep me cep po sheh asfalti, po sheh rregull. E vetmja gjë që kërkoj është që na duhet Floro këtu mirëmbajtje. Ne po u rikthyem prap tek kunjat, po u rikthyem prap ke ato bllokimet, e ke secili që vë drynin e vet, ajo s'ka kuptim.
është historia në qytet studenti, po i zaptum prap konviktet në rrofë që i bëm të reja, se kemi ngel akoma ke mentalitetin 97-ës. Kështu që na duhet të investojmë dhe infrastrukturë rrugore, po dhe infrastrukturë kulturore, që të sigurohemi që këta hapësirë përbashkët ta shijojmë sa më gjatë edhe t'i vi koha më vonë për rregullim, ndërkohë që mbulojmë dhe gjithë sepat e tjerë të Tiranës. Me kratë lehta dhe me punë mbarë. Ka qenë vetë kështu kryetari i Bashkisë Tiranës Zoti Rion Velia, i cili ka inspektuar punimet në njësinë numër 2 dhe më konkretisht ai takon rrugës Bako Dervishi dhe sipas kryetarit të Bashkisë Tiranë kjo jep një frymarrje të re të gjithë zonës. Ne do ndalemi në të tjera zhvillime ku gjykata ka caktuar masën e sigurisë për Altin Morinën, shefi i stërvitjes në repartin Renea. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Ermal Vien. Ermal, nëse mund të thuash detajet të tjera dhe sidomos lajmi më rëndësishëm, çfarë ka caktuar gjykata sa i takon Altin Morinës? Cila është masa e sigurisë? Arrest në Burg ka vendosur gjykata e Tiranës për ish efektivin tashmë të forcave speciale Renea Altin Morina, pasi sipas prokurorisë Morina ka qenë, po themi, është arrestuar rreth 3 ditë më parë në zonën e komunës së Parisit, teksa lëvizte me një automjet luksos dhe brenda të cilin në fakt është gjetur edhe shuma për rreth 113.000 euro, të cilën prokuroria e ka sekuestruar momentin e arrestimit. Në vlerësimin e masës të caktuar ditën e sotme në gjykatën e Tiranës, prokuroria edhe pse fillimisht shkoi me 3 akuzat të shpërdorimit të detyrës, fshehjes së pasurisë dhe pastrimit të parave, ditën e sotme ka shkuar vetëm me një akuzë atë të pastrimit të parave, ndërsa nga ana tjetër, seanca e cila u zhvillua me dyert të mbyllura, kemi mësuar se vetë Morina ka deklaruar se këto paraja ka marrë një biznesmeni rreth 20 apo 30 minuta para se ai të arrestohej dhe është i gatshëm të bashkëpunojë me prokurorinë për të treguar se kujt biznesmeni ja ka marrë këtë shumë parash dhe me argumentin se këto nuk rrjedhin nga një aktivitet kriminal, pa i ka marrë për nevoja personale, për nevoja familjare, është shprehur Morina në sallën e gjyqit. Edhe pse në fakt ai pretendoi, po themi, këtë aludim sa i takon gjetjes së shumës për 130.000 euro, në fund gjykata vendosi që të vazhdojë të hetohet me masën e arrestit në Burg. Këto, po themi, kanë qenë sa i takon seancës së zhvilluar ditën e sotme, seanca u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Edhe pse në fakt prokuroria ka pretenduar në seancë se Morina mbaj në vëzhgim, nuk ka deklaruar se për çfarë vepre penale apo cilat kanë qenë indicet që prokuroria po mbante në vëzhgim Morinën, por është bërë ndërhyrja për sa kohë ata dyshonin se ai ishte i përfshirë në aktivitet kriminal. Më pas, nga kontrolli ushtruar në automjet, janë gjetur edhe shuma prej 113.000 euro, të cilën tashmë është sekuestruar dhe Morina ka deklaruar se ka marrë një biznesmen që është i gatshëm t'ia vënë në dispozicion emrin prokurorisë për të treguar edhe se ku i ka gjetur ky fondi këto shumë parash, të cilën ai ka marrë për halle personale. Kështu është shprehur të paktën Morina në sallën e gjyqit. Ndërsa ditën në të cilën ai është arrestuar, ai ka pretenduar se ka qenë i vetëm në automjet dhe këtë në fakt e ka pretenduar edhe prokuroria pas ushtrimit kontrollit dhe pas arrestimit të tij. Nga i gjithë ky hetim, Ermal, prej sa kohësh, nëse ke mundur ta mësosh, prej sa kohësh ka qenë në hetim, në monitorim, në përgjim nga ana e policisë efektivi i Reneas dhe a është verifikuar që ky ka pasur kontakte me persona të papërshtatshëm? Në vlerësimin për caktim mase, Prokuroria e Tiranës nuk ka dhënë detaje të tjera sa i takon në rast se ai ka patur kontakte me persona të tjera apo jo, persona kryesisht të përfshirë në aktivitet kriminal. Është mjaftuar vetëm me faktin që ka qenë nën hetim disa kohë më përpara, por pa treguar të dhëna të tjera për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor, duke u mjaftuar, po themi, vetëm me faktin që Morina ka qenë nën vëzhgim dhe në momentin që është bërë edhe arrestimi, i është gjetur edhe shuma e parave prej 113.000 euro. Ndërsa Morina nga ana tjetër ka deklaruar se këtë shumë parash ja ka marrë një biznesmen i cili e kishte siguruar këtë shumë parash nga aktiviteti që ai ushtronte dhe ishte i gatshëm në fakt të ofronte edhe, po themi, treqet apo lëvizjet bankare të shumës së parave, i cila ishte trequr pak kohë më parë nga banka dhe i është dhënë Morinës për, po themi, për nevojat që ai ka kërkuar, nevoja personale po familjare, ka pretenduar Morina në sallën e gjyqit. Dhe për këtë ka thënë që jam i gatshëm që të jap në dispozicion prokurorisë edhe, po themi, të gjithë
vërtetimet sa i takon treqës kësaj shumë e parash. Në fillim, prokuroria 3 akuza ndaj Altin Morinës për fshehje pasurie, pastrim parash dhe shpërdorim detyre, ndërsa kemi vetëm një në këtë moment që flasim për pastrim parash. Ja lehtëson kjo situatën Altin Morinës? Sigurisht, në momentet e para është një rrethan mjaft lehtësuese, kjo sa i takon në rënies së 2 akuzave, por duhet thënë në fakt si bora që jemi ende në fazat fillestare të hetimit, kjo për shkak se prokuroria është duke ndjekur veprime të tjera hetimore sa i takon shumë së parave apo edhe deklarimeve të Morinës vetë përballë fillimisht përballë grupit hetimor dhe tashmë përballë gjykatës, ku prokuroria ka bërë provës të provojë se ku është gjetur, po themi, kjo shumë parash, në rast ajo ka qenë e siguruar nga një aktivitet kriminal, apo vërtet janë pretendime si kundër pretendon dhe vetë Morina që i ka marrë një biznesmen i cili ka siguruar nga aktiviteti i tij i ligjshëm dhe këtë shumë parash e ka marrë për nevojat e tij personale. Prokuroria, si kundër e përmenda, do të vazhdojë veprimet hetimore sa i takon, po themi, përfshirjes ose jo në një aktivitet kriminal të 43 vjeçarit i cili mbante edhe detyrën e zëvendës komandantit të forcave speciale Renea. Ermal Via, faleminderit. Ne ndërkohë përfundojmë ABC Live këtu. Për çdo informacion të fundit ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit. Gjithashtu ABC News e gjeni edhe në valët e radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak vjen Tirana Live me Fabiola Hoxhën, bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.